në vitin e parë të qeverisjes, me ardhë me investu, kanë ardhë i kanë bon dhe boost. Po do jevë. E ku është qaj? Njeri ka është lajmërua i diasporës prej ati ka marrë miliona me investu. Ku janë investimet strategjike? Nuk e di për lap, nuk e di sa s'po du me ndrojt kërkën, po të na nuk ndryshojnë letë pozicionit, dok. Besoni. Për besë, të na e për atë milion që nuk e di ku është taj. Për ato nuk e di. Edhe shumë tjerë. Dhe në këtë, mendoj që në këtë drejtim, qytetari ka me vendos me 28 djetor që mi atë rëgu vendin... 50%, ta prapjen besimit që ka me dojnë 50%. Jo, keni të bindun që jo, as 40%. As 40%? As 40%. Jemi gjallë, shnosh, prap do të vim, kur e kemi bisedu për shkurjen... Me se iPhone-in e ku marë, me s'ka po lidhëm dok. Me s'ka... A e voj mirë i vim, sa për dhu dhe të do s'ja as 40%. As 40%, por unë mendoj që me 28 djetor, kur ti ka mu bind që ka kriju një strategji të gabushme që ka mendu që i mashtron letë qytetarin. Jo, qytetari jo nuk mashtrohet dhe e din edhe kur me të godit politikisht, edhe e din kur me të përkra politikisht, edhe kur me të përkra me vot dhe me të fuqizu politikisht. Dhe kësaj radhe besoni që krejtë i orientuar dika tjetër, diaspora, por edhe qytetarët kanë marrë këtu, kanë me votua, sepse kom bukur një elektorat në diaspor dhe e dije sakt që para 4 vitëm ndoshta jom që ditë në të ishën më falë bërë se dojme ndryshu, dojme mëndu ndryshe kësaj here, na leja. Por tash po thojnë kemi gabuar rand,